Si u shkaktua nga një raketë ruse rrëzimi i avionit të Azerbajxhanit. Në këtë video, ne do të eksplorojmë skenarë të ndryshëm se si mund të kenë ndodhur kjo përplasje avioni, ndërsa Rusia raportoi se ishte goditur nga një zog, i cili mund të kishte shkaktuar dështimin e motorit. Ka edhe disa raporte tjera që dyshojnë se avioni u godit nga një sistem raketor rus, Pansir, të mbështetur nga prova video, të gjitha në videon e mëposhtme. Fluturimi J-28-243 i Iran Airlines ishte rrugës nga kryeqyteti i Iran, Baku, për në Grne, kryeqyteti i Republikës së Çin në Rusi. Kur u përball me një situatë kritike në mes të fluturimit, avioni detyrua të bënte një ulje emergjente rreth 3 kilometra, e cila është rreth 1.8 milje larg nga Akhta, një qytet që ndodhet në bregun lindor të detit Kaspik në Kazakistan. Incidenti rezultoi në rrëzimin e avionit në bregun përballë të detit Kaspik, pas asaj që u cilësua si një manovër emergjente. Aeroporti më i afërt rus përgjatë rrugës së synuar të fluturimit të aeroplanit ishte vendosur në Makatala, kryeqyteti i Dagestanit. Embraer ET janë avion me trup të ngushtë, me rreze të shkurtër deri në të mesme, me 2 motor, me 114 vende, të projektuar dhe prodhuar nga prodhuesi brazilian Aerospace, Embraer. Le të hedhim një vështrim në 2 skenarët e asaj që ndodhi me këtë përplasje avioni. Skenari 1. Autoritetet ruse pretenduan